Përshëndetje të dashur miq. Mesazhi që dua të ndaj me ju sot është vërtet shumë interesant dhe ka të bëjë me faktin që a keni parasysh që ndonjëherë ju për shembull doni që të keni diçka shumë shpejt dhe ju duket sikur ju po lëvizni shumë shpejt, por në anën tjetër realiteti juaj duket sikur është në vend numero. Pra kjo mundësia që ju doni nuk po vjen, duket sikur është në slow motion. Ky takimi që ju doni nuk po vjen. Gjithçka që ju doni në realitet duket sikur po lëviz shumë ngadalë, ndërkohë që ju jeni duke u hedhur, duke kërcyer, duke u stërmunduar, duke vepruar dhe thoni pse nuk po vjen. Por nga ana tjetër ka momente që ju mund të mendoni që ju jeni duke u relaksuar dhe e ndjeni këtë energjinë e relaksit dhe thjesht po pushoni. Dhe papritur një telefonat vjen, papritur një mesazh vjen, papritur kjo që ju donit para kaq kohësh dhe e kishit harruar, vjen. Ndoshta ju mund të keni pyetur pse ndodh kjo. Dhe analogjia që mua më tregua në fakt, përpara se të kaluja te ky mesazh, ishte, për gjatë meditimit tim, ishte një tren dhe keni parasysh që ju në momentin që ju jeni në stacion apo qoftë edhe në autobus, mund ta mendoni si të doni, por mua më treguan lidhje me trenin. E njëjta gjë është. Thjesht se treni lëviz pak më shpejt, po flasim për këta trenat e shpejtësisë që lëvizin shumë shpejt, domethënë që janë në disa vende të botës, dhe më tregua fakti që kur ju shndroni në stacion, ju jeni duke qëndruar, por treni po lëviz shumë shpejt. Pra në momentin që ju qëndroni dhe pushoni dhe relaksoheni, duket sikur gjithçka rreth jush lëviz shumë shpejt dhe çdo gjë ndodh. Në momentin që ju nuk po lëvizni. Por në momentin që ju filloni lëvizni, pra ju jeni në tren, duket sikur gjithçka jashtë ka ngelur si një foto. Pra jo se diçka që mund ta shohim si të thuash që është në lëvizje, por diçka që është në vend numero si një foto. Pra çdo gjë duket e ngecur, çdo gjë duket pa lëvizur. Kur shikoni natyrën, për shembull, rrugët përreth. Dhe kjo është ideja që nëse ne duam që realiteti jonë i jashtëm të veprojmë më së shpejti dhe kjo që ne duam të vijë, ne duhet të jemi në këtë gjendje e relaksit dhe të pushimit dhe të besojmë dhe thjesht ta çlirojmë mendjen nga gjitha këto, pra mos të mendojmë dhe të jemi në pritje dhe vazhdimisht të presim për këtë gjë. Por të shijojmë këtë moment, tani. Çfarëdo momenti që të jetë, këtu dhe tani. Dhe në momentin që ne e bëjmë këtë dhe çlirojmë çdo lloj pritshmërie dhe s'mendojmë asgjë, gjithçka që ne duam vjen si me magji. Dhe do të habiteni për këtë. Vetëm provojeni dhe do të shikoni se sa vërtet funksionon. E di që mund të jetë pak e vështirë, sepse në fakt ka njerëz që janë në njëri spektër, ka njerëz që janë në spektrin tjetër dhe nëse duam të bëjmë të kundërtën, është shumë herë më e vështirë. Ka njerëz që mund të kenë të dyja, por gjithsesi është e vështirë sepse sidomos kur e doni diçka, ka njerëz që duan tani ose duke qenë se ju nuk e shihni rrugën apo nuk e dini momentin kur do të vijë, lind kjo ndjesia e padurimit. Dhe e di që nuk është një ndjesi shumë e këndshme për të provuar, prandaj ajo që unë këshilloj është që thjesht të merreni me diçka tjetër. Pra ta zhvendosni fokusin nga kjo gjëja, okay, e doni, po përpiqeni ta manifestoni për shembull, apo thjesht keni dërguar kërkesën tuaj në univers, kudo që ju besoni. Tani më, pra keni bërë lutjet tuaja të tjerë, por lutje në kuptimin jo lutje që të lutem dua këtë, por faleminderit që unë e kam këtë mundësi në jetën time. Faleminderit që po ma dërgon këtë mundësi. Faleminderit që këtu dhe tani unë kam mundësinë për XX gjë. Dhe ta zhvendosni fokusin pastaj tek një gjë tjetër, tek një gjë kreative, tek një gjë e bukur që ju doni të bëni, tek një gjë që ju relakson, të dëgjoni pak muzikë. Kjo është gjendja e duhur, ose faza e duhur e manifestimit, pra i gjithë procesi që ju e manifestoni, çlironi pritshmëritë, thjesht pushoni dhe thjesht besoni që në kohën dhe në momentin e duhur, ajo do të jetë aty për ju si me magji. Ky është mesazhi që unë doja të ndaja me ju, dhe kjo na lidhet me faktin, pra ky shembull që ne treguam, me faktin që koha është vërtet një iluzion. Sepse në momentin që dikush aty brenda po lëviz në shumë destinacione dhe po lëviz më shpejt, pra në tren apo në autobus, dhe ju po qëndroni në vend numero, janë të njëjtat minutat kaluara. Ky është një studim, duket Einsteini, nuk e di kush, më duket se Einsteini ka bërë këtë. Nëse vendosim një orë në avion dhe shkon në një vend tjetër e kështu me radhë, pra thjesht ajo ora nuk tregon të njëjtat minuta, sepse koha është vërtet iluzion. Dhe
këtu kuptohet që ju keni nditur në vend numëron, ndërkohë që dikush brenda ka bërë shumë gjëra ose ka shkuar në shumë vende, destinacione, ka lëvizur shumë shpejt dhe për shembull për një orë dikush ka plotësuar shumë gjëra dhe për një orë ju keni fjetur gjumë. Kjo tregon që koha është thjesht një iluzion dhe varet se si e percepton gjithë secili. Shumë faleminderit. Do të dija opinionin tuaj në lidhje me këtë temë dhe sa folëm, si e perceptoni ju kohën, a keni përjetuar këtë ndjesinë që ju duket sikur pra këtë ndjesinë që nëse ju pushoni, diçka ju vjen papritur dhe nëse ju doni vazhdimisht dhe veproni vazhdimisht, duket sikur çdo gjë është në vend numëro. Do doja shumë të njihesha me secilin mendimin tuaj dhe me secilin situatë tuajën. Vërtet do thotë shumë për mua që ju ndani mendimin tuaj në këtë komunitet dhe shumë faleminderit. Shihemi videon tjetër. Mirupafshim.